Në gjithë lufta që bëhet sot, është lufta për të talentuarit. Dhe të talentuarit duhen në gjitha degët e shoqërisë, që nga psikologjia, që nga filozofia, që nga ekonomia, dhe gjitha punët sociale, por bërthama që të ndihmon të avancosh në aplikimin e të rejave në një ekonomi e-government apo artificial intelligence, janë grupi studentëve që diplomohen në atë që quhet STEM. Science, Technology, Engineering and Math. Matematikë. Ne sot, edhe pse subvencionojnë në sistemin shqiptar, jemi në pikën më të dobët, ajsa do të çojmë dhe një njerëz me mesatare 6 që të dalin mësues të. Por ka me mira shqiptar ndërkohë që studiojnë në këto deg në universitetet më të mira ndërkombëtare. Po. A mendoni se do ishin strategji e mirë për të thithur këtë trup, për të thithur këta të rinj, për të kontribuar në Shqipëri nëpërmjet politika incentivizuese, siç ka qenë diku Brain Gain apo kanë ekselencës të tjerë. Shiko, e para dhe mbi të gjitha është që qeverisja është personalizuar. E dyta, bashkë me një studente të talentuar shqiptare, Juna Barjaba, në këto debatet për diasporën, për mos qenë thjesht vetëm prezantues në media, ne shkruam një shkrim edhe hodhëm një ide, cilën qeveria si duket nuk e pëlqente, por dhe diaspora duket e lodhur nga dështimet me Shqipërinë. Pra, ju jeni akademik, unë jam profesor, dhe ne hodhëm iden jo konferencat të kushtueshme, jo lëvizjet madhe të njerëzve paraqitin kohët, por konceptin e mentorship one by one. Çdo të thotë kjo. Ne kemi shqiptarë të talentuar dhe pjesa atyre që unë kam takuar janë dashamirës, pavarësisht binjes politike, e duan me shpirt Shqipërinë. Atëherë, nëse janë 20.000, nuk e di, ka bërë një studim me kolegu jonë shumë i mirë, i fokusuar në këto prioritete, Ilir Gërdeshi, atëherë, ideja jonë ishte që ne do të krijojmë database-in tonë, diaspora database-in e tyre, dhe këta akademik me përvojë, që janë një nivel më lartë se niveli institucional, pra kemi me master atje, kemi profesori asociuar, profesor, dhe këta janë për shumë me master, edhe duan të ecën rrugë të mësipë. Të paktën të bashkëpunonin në kohë reale, një mentorship akademik në formulimin e hipotezave, sepse përsa aja që unë kemi vuajtur shumë për vërtetimin e hipotezave, tani këtë pjesë ta bën edhe inteligjencë artificiale, por ti ke përgjegjësinë akademike ta verifikosh. Dhe kjo duhet ishte one by one. Qofse nuk bëhen kështu, ne do shkojmë konferenca pa fund, çanta, dosje, UBS e tjera dhe rezultati do të jetë. Pra ne kemi ide, por nuk i çojmë deri në fund sepse qeveria nuk është dere hapur për idetë e reja. Duke qenë se ju keni shkruar shumë gjatë dhe keni prononcuar për çështjet e integrimit evropian, një nga ekspertët më të njohur që ka vendi, si e shikoni integrimin evropian në këto faza ku jemi drejt finishit, si thot kryeministri ka premtuar vitin 2027 për ta përmbyllur negociatat 2030 për të antarësuar, apo nuk qëndron? Shiko, unë avantazhin për këtë temë e kam marrë nga fakti që edhe pse isha ministër, u përgjodha dhe shkova një vit në Universitetin e Harvardit, dhe kisha si temë të vetme integrimin evropian të vendit Ballkanit Perëndimor. Sigurisht edhe nga detyra që kam pas kontakte, sepse këta të gjithë e harrojnë, por hapi parë drejt bashkimit evropian ishte marrëveshja stabilizim asociimit, e cila nisi dhe u firmos nga qeveria jonë me ardhjen e presidentit të Komisionit Evropian të nderuar Romano Prodi në Shqipëri. Sigurisht që pasi nënshkruhet midis tyre, ka kohën që kalon në miratimin e shteteve anëtare, dhe kjo kohë varet nga ata. Dhe fakti që ajo u miratua në vitin 2006, u nënshkrua, pra desh kohën e saj, siç duan tani negociatat, u harrua që ishte kontributi jonë.